Në këtë video këna me fol për dy çështje. Qysh Dolce Dona e hupi mundësinë e artë për me u bo lojtare dhe qysh u bo Edi Coftina e fjollës deri te momenti i fjalës ku ja përmend prindin aty nuk bi dakord. Flasim spari për Dolce Dona, pastaj e shohim edhe klipin e fjollës edhe Edit dhe e diskutojmë. Tu ka ep mundësia ardhë më bo lojtare dhe përzgjedhja e Dolces do të kishte kuptim nëse ajo nuk e kishte thirrë në ditëlindjet e vet Edin. Do të bëj lojtare, po përzgjedhja e Dolces tregoj që Dolcia nuk është interesuar me u bo lojtare, është interesuar veç me kalu kohë si me kon në pushime. Shumë e dopt përzgjedhja e saj. Ta shohim klipin e fjollës edhe Edit edhe mujna me fol për pjesën e fjollës edhe Edit. E mua, ti po dojë vetë në Unë që, sa 7 burra! Sa 7 burra, unë që kjo! Ti fiktohet! Ti ka qek! Mushe me bojt një mirë ki bu, bane! Ti ka qek te! Mushe me bojt një mirë ki bu! Softini! O Softin! Softin, kapu për femna! Kapu se për femna ki më kopte! Oj, së ljakica, Ma e të muce! së ljakica. E din kështë ambatonë! Shamash. Softin! Kara, bingo! Se Softini je, se me dit kjo shfa Softini je, ispiteje! Softina dhe nënës! Gjëm shëj fjallë, veti fori, aty! Atëre, pjesa ku fjolla ja përmen Coftinën e nonës, do më thonë e ofendon prind, këtu nuk pajtona, për nërësh, bravo fjollës, se e vetëmja lojtare në shpi që guxon mi bo bal Edit, deri që tash lojtarëve të produksionit aty, është fjolla. Dhe për mu, fjolla nëse vazhdon kështu, përveç fjalorit, për nërësh ka me konë lojtare jam e preferuar.